Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begati të Allahut fuqiplot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar shikues, të cilët na ndiqni nëpërmjet ekraneve televizive dhe portaleve të ndryshme, mirë se takohemi sërish këtu në TV Ikre në emisionet tona me tematik fetare. Me që pranë nesh ka ngelur edhe pak ditë deri në muajin e bekuar të Ramazanit, sot për të diskutuar mbi temën humanizmi dhe bëmirësia nga perspektiva islame, kemi të ftuar të nderuarin Hoxhën Nuhi Efendi Gania, imam apo ligjërues në xhamin Gamgam dhe njëkohësisht tani më edhe referent për humanitet pranë muftinisë së Tetovës. I nderuar, mirë se erdhët, është kënaqësi t'ju kemi në emisionet tona. Mirë se ju gjetëm. Shfrytëzoj nga momenti të përshëndes gjithë teleshikuesit që të cilët janë ndjekës të rregullt të TV Ikrës, duke uruar shëndet, bamirësi dhe mirëqenie në familje. Ju falënderit. I nderuar, fillimisht mund të na thoni në lidhje me atë se humanizmi është urdhër islam dhe nuk është mënyrë e zgjedhjes, pra me anë të ajeteve të caktuara, Allahu xhaleshanu urdhëron që besimtari të jetë bëmirës, humanist e kështu me radhë. Ka mundësi pak të na elaboroni këtë? Feja islame si koncept jetë ka parapa që njeriu, në veçanti besimtari musliman, post që të jetë i lidhur me Zotin, realisht do të jetë i lidhur edhe me njerëzit të cilët e rrethojnë, në veçanti të reflektoj besimi i tij në përkujdesjen që ka dhe duhet të ketë ndaj njerëzve të cilët kanë nevoja, dhe nëse i referohemi ajeteve kuranore dhe traditës profetike të Muhamedit alayhis salam, do të shohim se ashtu siç Allahu na ka urdhëruar që ne t'i përkulemi, t'i nështrohemi Zotit, paralelisht ai na urdhëron neve që ne të jemi edhe bëmirës. Pra, Islami erdhi dhe të ndërtoi një shpirt human tek besimtari, i cili do të jetë realisht një streh për ata të cilët kanë nevojë, dhe Allahu i madhëruar kur flet për botën e ahiretit, do t'i drejtohet njeriut dhe do t'i thotë pse nuk më ushqeve kur pata nevojë. Dhe njeriu do thotë, o Zot, po ti je Zot dhe nuk ke nevojë, nga se Zoti nuk han dhe nuk pin. Ndërsa Allahu do t'i thotë njeriu nëse do ta ushqeje atë i cili kishte nevojë, do të më gjeje tek ai. Pra, Zoti e ka barazuar madhrinë e tij me përkujdesjen që besimtari do të ketë, dhe pikërisht njeriu nëse don të ta gjejë Zotin e gjen tek njerëzit të cilët kanë nevojë, dhe Zoti vetë ka livduar ai i cili jep, dora që jep është më e dashur tek Allahu se sa ajo dora që kërkon. Dhe pejgamberi alayhis salam është shembull tipik për besimtarët se ai ishte njeri human, i cili ngriti edhe institucionet të cilat më andej vazhduan deri në ditët e sotit, ku ne kemi një kulturë, një traditë se besimtari në agjendën e tij, në jetën e tij, ashtu siç ka obligime ndaj Zotit dhe familjes së tij, gjithashtu e ka obligime direkte të jetë në shërbim dhe të jetë pra një zemër e cila ngroh zemra tjera, një zemër e cila nuk ngrin, meqenëse jemi në një kohë pak dimri, nuk ngrin sikur që ngrin uji nga të ftoftit, por muslimani është edukuar nga feja islame që t'i ngjajë asaj farës e cila është ndër borë apo ndër akull, e cila pret momentin dhe të shpërthej dhe të jep bereqetin kur vjen stina e pranverës. Pra, muslimani është pranver për gjithë ata të cilët kanë nevojë. Ju falënderit i nderuar, me që kemi parasysh faktin se bëmirësia ndaj nevojtarëve garanton shpërblim të madh, ndërsa të mos i gjendesh pranë atij i cili ka nevojë,
Njëkohësisht edhe ajo garanton edhe hidhrimin e Allahut xhelleshanuhu. Ka mundësi pak të na sqaroni apo të na zgjeroni këtë shprehjen dhe çka mund të themi në lidhje me këtë? Zoti i madhëruar ka njoftuar robërit e tij se ata të cilët do të jenë bamirës, do t'ja ushtoj bereqetin, do t'ja ushtoj mirëqenjen, do t'ja ushtoj muhabetin, komoditetin, rehatin, si në aspektin material, por edhe në anën shpirtërore, nëse ata do të ishin në krah të njerëzve të cilët kanë nevoja. Nga ana tjetër, kur flet për botën e ahiretit, një nga dyert e xhenetit është dera atyre të cilat i japin. Pra do ta ketë nderin pra që besimtari muslimani i cili do të fitojë xhenetin në botën e ahiretit, që ai të futet në portën e atyre të cilët ishin bamirës. Nga ana tjetër, nëse besimtari nuk përkujdeset ndaj njerëzve të cilët sot ju mungon buka, i mungon një shtrat i ngrohtë, i mungon një ambient i sigurt, Allahu i madhruar në shenjë revolte pikërisht merr bereqetin nga shtëpitë atyre të cilët kanë. Nga se Allahu thot, është në formë direkte urdhërin e Zotit, jep që të t'jap. Dhe nga ana tjetër, ata të cilët nuk mëshirojnë njerëzit, Allahu nuk do t'i mëshirojë. Dhe mëshira Allahu nuk është vetëm neve të na i fal gjunahat, por pjesë e mëshirës e Allahut është dhe ajo begatia e madhe që Allahu në vazhdimsinë neve na begaton me mirësitë e kësaj dunjaje për të shijuar dhe për ta bërë një jetë sa më të lumtur. Dhe nga ana tjetër, njerëzit të cilët largojnë, njerëzit të cilët kanë nevojë, sot dikuj t'i paguhet një faturë rrymës elektrike, apo një studenti t'i paguhet një semestër, apo një jetimi për t'ja fshirë lotët e mungesës e prindit, besimtari pra është i obliguar që përmes veprave konkrete ta gëzoj atë jetim. Dhe pejgamberi alayhis salam ka garantuar, ka thënë se ai i cili është me jetimin në këtë dunja, për kujdesen për mirëqenien e jetimit në këtë botë, ai do të jetë dhe i afroi gishtin tregues me gishtin e mesëm, i afroi dhe tha do të jetë me mua në botën e ahiretit shumë afër. Pra, do të jemi nga ata të cilët do të arrim kënaqësitë e kësaj bote përmes bamirësisë, ose nga ana tjetër do të arrim të modhar Zoti që të hidhrojmë Allahun, sa që pejgamberi alayhis salam ka thënë se ata të cilët nuk japin, Zoti ju merr begatit e kësaj jete. Pikërisht nuk është suksesi i biznesit ton, punës ton, tek zotësia jonë. Ne jemi ata që veprojmë, punojmë. Shumë njerëz punojnë, por bereqet nuk kanë. Bereqetin e jep Zoti. Zoti na ka urdhëruar që ne të veprojmë, të punojmë, ndërsa suksesi i punës tonë është thjesht në dorën e Zotit. I nderuar, ka mundësi të na sjellni disa shembuj nga ato gjeneratat e arta për sa i përket bamirësisë, humanizmit e kështu me radhë. Duke u edukuar ata në bankat e Muhamedit alayhis salam, gjenerata e artë, por ajo u trashëgua brez pas brezit deri tek të parët tanë që janë gjyshërit tanë, stërgjyshërit tanë, të cilët e dëshmuan vetën se vërtet kanë shpirt human, se feja e ndërton humanizmin në brenda strukturës vetë formimit të besimtarit, shumë se nga e kaluara kur Ebu Bekri i dhuron gati se tërë pasurinë e tij, dhe kur i kanë thënë, po çfarë ju la të familjarëve, ai tha unë ja kam dhënë në Allahun atyre. Pra, aq ata ishin të bindur se Zoti i ka në dorë dhe se asgjë nuk mund të realizohet në këtë jetë jashtë vullnetit të Zotit, saqë ai kur e dha pasurinë, Allahu ja shofishoi në të njëjtën kohë menjëherë. Nga praktika
njerëzive në të kaluarën ne shohim se vërtet shoqëria jonë është e përhumane si me rastet konkrete me refugjatët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, kur një numër i madh refugjatëve ishin strehuar tek shtëpitë e muslimanëve këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe mo flasëm për atë punë aq të madhe dhe humane sa që e gjithë bota ngeli e shtangur me hapjet e zemrave dhe shtëpive të shqiptarëve, muslimanëve të kësaj anë kanë me vëllezërit tonë nga Kosova kur u dobuan, dhe vërtet shumë organizata humanitare ishin ngelen pa tekst nga ajo që ndodhte, vinin me qindra refugjat, ndërsa në mëngjes kur shkonin nuk ka asnjë, të gjithë ishin të sistemuar, të rregulluar në shtëpit, sa që ata nuk u llogaritën për refugjat, ata ishin vëllezërit tonë dhe ata ishin antarë të familjes tonë. Pikërisht feja islame i kishte edukuar që ata të veprojmë këtë formë, ndërsa ajo që unë vetë jam imam dhe aktivitetet humanitare të cilat i bëjmë që organizohen nga Bashkia Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut apo nga Muftinia, nga ajo që shpesh herë bëjmë thirrje tek xhamati ditës së xumë, do ta ndaj një histori të shkurtë t'ju përcjelli njerëzve të cilët ndoshta kanë hezitim se kur japim ne a do të varfërohemi, besoni se ata të cilët japin, ata nuk varfërohen, po nga ana tjetër ata shënfishojnë pasurinë e tyre nga se ato japën për Zot, ndërsa Zoti i kërkon. Thot kush do të jep, kush ma jep mu një uha që unë t'ja kthej shumëfisht, kjo është ajet kuranor. Dhe rasti ishte me tërmetin që ndodhi në Turqi dhe në Siri, dhe u mlot një sumë bukur e madhe të hollave, ndërsa një xhamat mu afroni, djaliri ishte, u Efendi, a ka mundësi një disa minuta me mprit nga se nuk kam asgjë me vete dhe të shkoj t'i vi disa para. Duke parë se non stop i dim gjërat se si lëvizin, do të bërë një 2000 dinar apo një 50 euro si ndihim për vëllezërit tonë në Turqi dhe në Siri. Besoni se kur u kthy, ishim aty me këshillin e xhamis, duke i rregulluar mjetet për aparat të cilat ishin tubuar atë ditë, dorëzoi 5000 euro. Dhe kur rreth muajit Ramazanit, meqense ne bëjmë aktivitete, mandej do ta shpalosim aktivitetet që kemi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, mu lajmëru, tha, o që Efendi, du të kontribuj për iftaret e studentëve që jepni, dhe u fut më renda në zyre, sot një sumë të parave, dhe u i thash, musulit me mua. Këtë lidhje do të kish me Zotin, se Zoti është ai i cili kërkon nga besimtarit të jetë human, bamirës, dhe të jetë një streh, pra një zemër e hapur për ata të cilët kanë nevojë. Tha, o që Efendi, unë jam shumë i vetëdijshëm, tha, unë jam i lidhët me Zotin, tha, të kujtohet atë ditë kur t'i dhash ato 5000 euro. Nuk vonoj shumë Zoti, mi ktheu brenda javës 15000 euro. Pra pikërisht bëj thirrje gjithë ata të cilët kanë mundësi jepni se Zoti i shënfishon pasurinë tonë dhe mos flasim edhe mirëqenien dhe shëndetin e familje. E qartë. Ju falënderit të nderuar, të kthehemi tash tek ajo pjesa e aktiviteteve me që pakës edhe përmendët. Si sektor pranë Muftinisë së Tetovës, sektori për humanitet, cilat janë projektet dhe planet konkretisht për muajin e Ramazanit, me që pak ditë na ndaj nga muaji i bekuar, edhe pse kemi parasysh se edhe muaji i Ramazanit karakterizohet si muaji i bamirësisë. Pra, cilat janë aktivitetet të cilat ju i keni parapar që t'i realizoni gjatë muajit të Ramazanit, por edhe gjatë ditëve edhe pas Ramazanit, pra gjatë tërë vitit. Me që jeni ata të cilët keni bërë aktivitete humanitare edhe para vitin e kaluar, para asaj e kështu me radhë. Muaji i Ramazanit, po si llogaritet se është muaji i ibadeteve, muaji i Kur'anit, muajin e Ramazanit e zbukuron edhe sofra e iftarit. Ashtu është. Dhe asaj gëzohen, asaj sofri i gëzohen edhe agjerusit, po edhe fëmijët të cilët rrugëve me dashuri më të madhe presen që të ndizen kandilet dhe të fillojë ezani thiri i akşamit që të lajmërojnë të shtëpi se erdhi iftari, Ashtu.
po më shumë ti që i gëzohen iftarit janë ata të cilët ju mungon ushqimi në sofrën e iftarit. Janë nevojtarët, ndërsa kategoria më e prekur dhe që është ajka e shoqërisë janë studentët dhe ne si mftini, si zyre që jemi për punën e humanitetit, që jemi përgjegjës pra në atë zyre këto ditë jemi i caktuar. Falenderoj nga përzemërsisht në këtë emision Reisin e Bashkisë Islame, Riasetin, miftiun që kam vendosur pra që në çdo miftini të ketë sektor për humanitet, që Bashkia Islame të jetë afër njerëzve të cilët kanë nevojë. Dhe në këtë muaj të shenjtë Ramazanit, projekti më madhor që kemi ne, që trashëgojmë nga Ramazani i kaluar dhe viteve tjera, është durimi i iftareve, ku ne fal donatorëve të shumtë, të cilët kuptojnë se çfarë do të thotë të japësh një iftar, se pejgamberi alayhis salam ka nxitë që ne të shtrojmë iftare për ata të cilët nuk kanë, dhe ka thënë se ata të cilët ju shtrojnë iftare agjeruesve fitojnë sevapin e agjerimit duke mos ia paksuar agjerimin agjeruesve. Pra nga kjo prizëm, nga besimtarët musliman pra janë të edukuar dhe kanë dhënë, do thoja, atë provimin e tyre me rastin e iftareve, sa që ne brenda 4 viteve kemi dhuruar mbi 47.000 iftare. Pra mesatarja është dikundi 12.000 iftare për një vit. Janë studentët të cilët gravitojnë pra në qytetin e Tetovës, dihet se Tetova ka këtë karakteristikë dhe veçohet nga qytetet tjera se janë dy universitetet, është ai Tetovës dhe i Evropës Juglindore, ku kemi student nga këtë anët e trojeve shqiptare dhe ne në ato sofrat e iftareve që i kemi pra studentët nga Kosova, Shqipëria, Lugina, nga Malizi, nga vendet e larta, viset qytetet e larta të Maqedonisë së Veriut, dhe ju kam thënë studentëve të cilët vinë nga Tetova dhe Gostivari, ju kam thënë, ju i keni shtëpit, nëse ju mungojnë prindërit i keni axhallarët, nëse si keni edhe axhallarët i keni hallat dhe tezet këto, ndërsa këto janë më të largët. Këto janë më të largët dhe këto kanë nevojë që mos e hetojnë mungesën e ambientit familjar, dhe fal asaj vërtet se ne ja kemi arritur qëllimit dhe synimi jon ka qenë që përmes iftarit një herët ju sigurojmë një vakt të ngrohtë studentëve të cilët nuk kanë kohë, nga ana tjetër që përmes iftarëve ne t'i bashkojmë. Nëse neve na ka ndalë me kufi artificial, iftari është i cili na bashkon prej nga lind dielli deri në perëndim, por në veçanti na bashkon neve gjithë shqiptarëve, nga se do ta ndaj edhe një histori të shkurtër nëse më lejon koha. Thiri kryetari i komunës kishte qejf të hajë një iftar me studentët, dhe ata të cilët organizohen me organizimin e shtrimit të iftareve, thanë Hoxha Efenditi do ta shoqërosh kryetarin, është e udhës, ai u lajmëroi se do të vi me 2 veta, edhe ne një 3 veta, do thotë 5 veta në një tavolin pak më të vogël, kur ja që sa ulëm, u përshëndetëm, erdhën një 4 studentë dhe s'kishin vend ku t'ulen. Dhe unë thashini rahat se do t'ju sigurojmë, ulen të tavolin, ato nuk e njihnin kryetarin e komunës, dhe kishte disa minuta thirrja e ezanit dhe ju thash, ju do hani një iftar që këtë do të mbani në mend. Dhe pyeta njëri, pe ka je, tha jam, tha prej Tirane. Subhanallah, Zoti i kishte të bu, ato studentët ishin nga gjitha viset e shqiptarisë. Tjetri thash, pe ka je, tha jam i Mitrovic. Tjetri tha jam i Preshevës, njëri ishte i Tuzit, Malizi. Dhe thash, shifeni, thash, ju sot, kjo sofër ka bashkuar një toka shqiptare, kjo iman është i cili ka bashkuar, kjo Ramazan, kjo agjerim, nga në tjetër, ju sot, e njihni këtë karshi që e keni, ato se njën të rritë, nuk e dinë se ku i intereson kush është kryetari i komunës ose kryetari i qeverisë. Të kanë dertet e vetë. Tash unë du të regoj se kjo është kryetari i komunës, është nder për ju, por edhe nderi i kryetarit komunës që të haj me studentet,
dhe thash këtë do ta keni për kujtim për gjithmonë. Kjo është e pra ajo që gjatë Ramazanit Ramazanit na ka lënë thoja kujtime shumë të thella, një që duhet ta veçoj dhe t'ja përcjell gjithë atyre të cilët kanë atë shpirtin human, t'ju tregoj se vërtet popullata jonë shumë humane është, ne kemi aty rruga është e lëvizshme dhe ndalet një ditë një grua plak dhe thot du t'ap edhe unë një iftar. Dhe i nxjerr 200 dinar. Dhe ai djali i cili do t'i pranoj ato parat thot oj hallo thot për nuk ka nevojë, thot jo thot unë thot për këtë muj nuk i blej barnat, ilaçet, dhe kam qef edhe unë të jem pjesë e këtij aktiviteti kaq fisnik që është. Pra shifeni ajo shpirti human që është, saqë ndan atë pjesën më të nevojshme që ka për vete, nga se e din se atë do ta gjejë tek Zoti subhanahu wa taala. I nderuar, me që jemi edhe në fund të këtij emisioni, do kishim dashur një mesazh të shkurtër për ata të cilët na ndjekin. Cili do të ishte mesazhi juaj? Nga ky vend përcjell mesazhin që ne gjithmonë të jemi të mirë. Zoti na urdhënon thotë waf'alul khair dhe vetëm bëni ju mirë. Dhe nga ana tjetër kërkon që ne të garojmë të jemi të mirë me njëri tjetrin. Dhe Zoti në fund thotë se Inna Allah ma'al muhsinin, se Zoti është me ata të cilët janë të mirë. Nëse jemi në kërkim të mbështetjes së Zotit, nëse kemi nevojë nga se edhe ne ndoshta ne kemi gjendje materiale kemi të mirë, po ndoshta kemi probleme në jetë. Jeta është një arenë, një oqean e sfidave dhe sprovave të shumta dhe kërkojmë mbështetjen e Zotit, besoni se Zotin do ta kemi atëherë kur ne jemi bamirës, atëherë kur ne qajmë halin e dikuj, se Zoti ka thënë, qaje halin e dikuj në këtë dunja, unë do të jem dhe do të rregulloj çështjen tënde për botën e ahiretit, e mos flasëm për këtë botë. Andaj, këshilloj gjithë njerëzit që të jenë njerëz të cilët mbështetin familjet, të cilët kanë nevojë, njerëz të cilët lëdhatojnë jetimet, njerëz të cilët janë në mbështetje të studentëve, cila është e ardhmja e këtij vendit, kësaj shoqërie, dhe lut Allahun e madhëruar që Zoti t'ju shpërblej për gjithë ato kontribute që i jepni dhe qoftë jeta juaj e begat, qoftë jeta juaj e lumtur, dhe thash Zoti që në botën e ahiretit Zoti të na gradoj me xhenetet e tija shkaku i veprimeve të cilat i bëjmë në këtë jetë, e që është razia e Zotit, që ne përmes ndihmës razisë që bëjmë tek njerëzit të cilët kanë nevojë, besojmë se Zoti do të jetë edhe i kënaqur edhe me ne për botën e ahiretit. I nderuar, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni, duke lutur Allahun xhalleshanu t'ju jep shëndetje, të gjatë, suksese, dhe shpresojmë që Allahu t'ua mundsoj që të realizoni të gjitha projektet e parapara për muajin e Ramazanit, por edhe në ditët në vazhdim. Shpresojmë që të gjithë besimtarët janë të vetëdijshëm në atë që ju vetëm se e përmendet, sepse besimtari duhet të jetë human, duhet të jetë bamirës e kështu me radhë. Shpresoj që t'ju kemi edhe në një emision tjetër për të treguar edhe raportin se si i kaluam këto ditë të Ramazanit, si ishte atmosfera e iftareve apo aktiviteteve tjera. Shpresojmë t'ju kemi edhe në emisione tjera. Faleminderit. Atëherë të nderuar shikues, ne ju falenderojmë që ishit me ne. Lutim Allahun xhalleshanu që t'ju jep bereqet, jetë të gjatë, dhe takohemi në emisionin tjetër të radhës. Deri atëherë, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.